Në podcastin e tij flasim, kryeministri Edi Rama u ndal tek nevoja për garantimin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore, duke theksuar se objektivi nuk lidhet vetëm me konsumatorin vendas, por edhe me tregun e përbashkët evropian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalim në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Një tjetër temë e prekur nga kryeministri ishte edhe paketa e maleve, ku sipas tij emigrantët shqiptar po kthehen në Shqipëri për të investuar në fshatrat e Shqipërisë. Paketa e maleve po hap një rrugë të re në zhvillimin rural dhe po krijon premisat për një vlerë të shtuar, për një motor të ri në industrinë e turizmit ton, duke i dhënë maleve, duke i dhënë Shqipërisë malore një përmas të re. Përmes kthimit të tokës dhe të shtëpive të gjyshërve në instrumenta të zhvillimit dhe në mundësi të reja reale për të krijuar sipërmarrje,